ke pasur fatin e madh që të jesh nxënës i Eton College, që është një nga kolegjet më të fuqishëm në botë, një nga kolegjet e mendjeve më brillante, mendjeve elitare. Boris Johnson, David Cameron, dy ish kryeministrat, Eddie Redmayne, aktori, George Orwell. Çfarë të mësoi në fakt edukimi anglez, si s'ta ka mësuar asnjë shkollë tjetër? Aty jam prezantuar për herë të parë me menaxhimin e kohës. Pra, që nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 10 të darkës kur fikeshin dritat, ne kishim një libër që na thoshte se çfarë do të bënim në çdo orar. Kam këtu Arbër Kadian, një nga themeluesit kryesor të aplikacionit Patoko. Gjëja e parë kemi aplikacionin e taksisë. Kemi një lloj Uberi këtu apo jo? Ta gjesh makinën shumë shpejt pa pasur nevojë që të kesh ndërmjetës. Pra fuqia i kalon si shoferit edhe përdoruesit. Çfarë ndodh nëse ju zhdukeni nesër dhe çfarë humbet klienti praktikisht? Tyre do ikte 30, 40, 50, 60 në varësi të performancës tyre brenda aplikacionit të ardhura që ata bëjnë në muaj. Tani jemi futur në një fazë ku ka taksistë të cilët bëjnë le ta themi në euro, 1000 euro në javë nëpërmjet Patokos si xhiro. A ke përjetuar ndonjëherë në një dështim të suksesshëm gjatë rrugtimit tënd dhe çfarë ke mësuar prej tij? Sa të dua shumë dështoj çdo ditë. Dështimi nuk është problem. Dështimi është pjesë e jetës, ajo të bën personin që ti je në momentin që gjen suksesin e asaj që ti kërkon. A mund të krijojmë së bashku një fjalor termash për startupet e reja në Shqipëri? E para, mos ish dorë asnjëherë. Mos ndalo së ndëruar iden fillestare po ta pasurosh gjithkohës. Dhe e treta, it's a business, stupid. Një shprehje nga Konfuci thot, ata të cilët mendojnë se munden dhe ata të cilët mendojnë se nuk munden, kanë të dy të drejtë. Absolutisht. Ti si thua? Unë them që nëse nuk e merr hapin e parë, do jesh tek njëra nga kategoritë që është ajo që nuk mundet. Nëse ti mendon se ti do të ndërtosh grehinën më të mirë, ti do të ndërtosh ekipin më të mirë, produktin më të mirë, shërbimin më të mirë, dhe thjesht e ideone e manifeston atë që nuk manifestohet. Tregu është filtri më i mirë i mundshëm, kështu që kjo është ndarja konfuciane e imja. Me çfarë po e gënjen veten aktualisht? Po e gënjej që ne do jemi super api i parë i dal nga Ballkani, super api i parë që shkon në Europë, dhe fakti që do kemi mundësi që kur të vinë të mëdhenj të kategorive ndryshme që kemi ne, we will give them a hell of a fight. Nuk të njohin shumë, po do të njohin shumë më shumë tani mbas këtij podcasti. Kam këtu Arbër Kadian, një nga themeluesit kryesor të aplikacionit Patoko, që duhet se s'bën ta keni të shkarkuar në telefonin tuaj. Unë kam bërë këtë gjë dhe kam zbuluar një kozmos të ri të shërbimeve që lehtësojnë jetën e të gjithëve ne, dhe do t'ju shpjegoj hap pas hapi bashkë me Arbrin gjatë kësaj bisede për cilën jam shumë entuziaste. Mbase më entuziaste unë se ti, se e di që do mësoj shumë gjëra prej teje sot. Alkera, shumë faleminderit. Domthon më mirë se kaq se them dot asun. Dhe e dyta, unë nuk dua që dal fare. Unë dua që Patoko të ketë jetën e vet. Arbri patjetër është pjesë e rëndësishme sepse ka çor përpara, por nëse do diçka që të eci me këmbë të veta, edhe nëse nuk dukesh shumë mirë. Ti mund të jesh një mentor shumë i mirë biznesi për shumë të tjerë që janë tani në fazat e para të një startupi, duke ndërtuar themelet e një ideje që kanë, kështu që unë do të bëj shumë pyetje që ndihmojnë njerëz të cilët e kanë këtë business drive që quaj unë, që kanë këtë qasin për të bërë biznes, për të prodhuar sukses dhe për ta monetizuar këtë ide. Ti ke kaluar në këtë relief, në këtë rrugtim, kështu që jam e bindur që do ndash këshilla dhe përvoja të mençura sot këtu të vlefshme. Shpresoj të jemi të dobishëm për njerëzit që do na ndjekin. Mendon që në epokën që jetojmë sot, suksesi i biznesit ecën shumë mirë dhe me anonimatin e founderit, atij krijuesit, themeluesit që e kanë ndërtuar, apo duke parë qasin e shumë njerëz të suksesshëm që herët ose vonë, mbasi ngjiten në pikën më të lartë të trajektores së suksesit, duan që të njihen edhe me fytyrë. Ata bëhen VIP-at, celebrities më të rëndësishëm të panoramës lajmeve botërore, dhe shpeshherë janë nga Davosi deri në forumet më të rëndësishme ekonomike, vendimarrësit kryesor për fatet dhe ecurinë e botës, dhe i përkasin një përqindje shumë të vogël të njerëzve dhe mendjeve elitare. Si mendon kur bëhet fjala për suksesin? Për momentin ne jemi futur në një fazë ku founderi, CEO, presidenti, siç është rasti Donald Trumpit, nëse ata kanë një fuqi mediatike dhe arrin ta përcjellin mendimin e tyre vet, pa pasur nevojë të shkojnë te agjencitë e marketingut, që ato patjetër vazhdojnë, por ata fitojnë një dimension tjetër, është shumë e suksesshme. Nuk është gjithmonë e nevojshme dhe ka raste shumë të mëdha suksesi, për shembull marrim rastin e Pavel Durov që ka krijuar Telegramin, që jo vetëm ka arritur që të futet në botën e konkurrencës të komunikimit pa qenë prezent, pa e njohur njëri, por edhe me një ekip super të vogël, 34 veta për një kompani që ka vlerë më shumë se 45 miliard. Interesant. Pra, unë besoj që çdo qasje i përshtatet nevojës që ka
ngrehina në të cilën ata ndodhen ose stadin ata në të cilën ata ndodhen. Dihesh i lirë në epokën digjitale që jetojmë sot, Arbër? Për aq sa më takon mua që kam fuqinë time, po. Pjesën tjetër që i takon të tjerëve, mbasi jo derisa nuk i prish punë. Nëse i prish punë dikujt, pastaj s'ka më liri. Ke pasur fatin e madh që të jesh nxënësi Eton College, që është një nga kolegjet më të fuqishëm në botë, një nga kolegjet e mendjeve më brillante, mendjeve elitare, ku është shumë e vështirë që të hysh, edhe një nga shkollat më të mira të Londrës që e përfaqëson edukimin britanik konservator, po aq sa dhe liberal, më mirë se kushdo tjetër në gjithë botën, një nga shkollat më të mira të botës. I vetmi shqiptar që ka arritur të studiosh aty, ke studiuar 2 vite të jetës tënde. Shënova nga një kërkim që bëra disa nga emrat që kishin studiuar, të 2 princat, edhe William edhe Harry, mbretresha gjithashtu në mos gaboj, George Orwell. Nuk ka studiuar, por ka marr nga tutorët e Etonit, ato që ka qenë në Windsor Castle, ka marr mësime sepse nuk lejoi për faktin që ishte femër dhe ajo është all boys school, pra është vetëm për meshkuj. All boys, po. Boris Johnson, David Cameron, 2 ish kryeministrat, Eddie Redmayne, aktori, George Orwell, i pash ishin të gjithë emra që ishin pjesë të fabrikës së elitave. Si shkove aty, si u pranove dhe çfarë të mësoi në fakt edukimi anglez, si s'ta ka mësuar asnjë shkollë tjetër? Çfarë të mëson Etoni ose çfarë të mëson shkollimi britanik është aftësia që ti të mësosh se si të mësosh të sillesh me jetën. Pra jo vetëm në aspektin akademik, në aspektin social, në aspektin sportiv, faktin që ti je totalisht i pavarur dhe duhet t'ja dalësh vetë, që është një aftësi e jashtëzakonshme që unë besoj që jo vetëm tani, por gjithmonë është një nga gjërat më të rëndësishme dhe prandaj personat që kanë dalë prej asaj shkolle ose nga shkollimi britanik mbahen në nivelin më të lartë të respektit dhe kanë arritur gjëra të jashtëzakonshme. Ti përmend Orwelli është një nga mendimtarët të mëdhenj që flet për botën moderne 1984, ferma e kafshëve. Por jo vetëm, po të shohim pastaj edhe aktorë, disa përmend, disa prej tyre kanë pasur edhe bashkës, ka qenë fakti që kur ja aty brenda jeni gjithë barabartë në një farë mënyrë. Patjetër që ka diferencat që ka mosha, diferencat që ka aftësia jote si piktor, si sportist, si muzikant etj. Por të jep mundësinë që të nxjerrësh maksimumin në ato dhe ka qenë e jashtëzakonshme fakti që aty jam prezantuar për herë të parë me menaxhimin e kohës. Pra, që nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 10 të darkës kur fikeshin dritat, ne kishim një libër që na thoshte se çfarë do të bënim në çdo orar. Ti një figurë poliedrike, për tjetër gjë ke studiuar e tjetër gjë bërë në jetë. Madje ke dhe pasione të tipit basketball dhe sport dhe mund të ishe bërë një sportist inspirator, se nuk e di sa herë jeni shpallur juve me ekipin tuaj kampion? Disa herë në rang kombëtar. Po, në Shqipëri kam pasur mundësi që të fitoj me Tiranën, me Valbonën, qoftë kupën e Shqipërisë, qoftë dhe kampionatin. Kur kam qenë në Eton kemi qenë 2 vite të pamposhtur, që ka qenë një gjë e pazakon, biles kemi rrahur dhe kemi mundur shkolla amerikane të basketbollit. Raporti me sportin ka qenë krejt i veçantë dhe ende kam në një ëndër ku jam duke fituar një ndeshje. Le topin e koshave të basketbollit për të bërë një gol tjetër. Dhe lindi Patoko, ti je ideatori kryesor i këtij aplikacioni me 2 founder të tjerë gjithashtu, 2 bashkëthemelues, njëri mbulonte pjesën e IT-s dhe tjetri pjesën teknike teknologjike. Të dy janë teknik. Ndërsa ti mbulon pjesën e biznesit, vizionit dhe CEO i kompanisë. Kemi hyrje të reja si investitor të jashtëm? Kemi projekcione apo jemi mirë? Kemi diskutime të vazhdueshme. Është marrë një investim paraprak nga një person që falenderoj shumë për atë që ka bërë për botën, po edhe për Patokon, nga Kevin Sekniqi, nëpërmjet family office-it vet që është në Amerikë. Kevin, një djalë tjetër inspirator i cili nuhati suksesin e Patoko dhe ju dha një dorë. Po dhe vetë pjesë e një historie suksesi që ju mund ta çoni përpara dhe nuk e di cili është vizioni dhe ku doni ju që të shkoni me Patokon. Në ëndrën e fshehur unë dua që çdo person që ka një telefon, për një arsye ose një tjetër, të ketë mundësi që ta ketë Patokon. Pra, në botkuptimin e ngushtë që kanë njerëzit, në Shqipëri, le të themi, sepse kanë shumë të vogël botkuptimin teknologjik, mendojnë se jemi aplikacion taksie. Ne nuk kemi as kompani teknologjike, as aplikacion taksie, as një biznes. Ne jemi një mënyrë të jetuarit, cilët duam të përmirësojmë nëpërmjet këtyre elementeve, të gjitha bashk, përditshmërinë e atyre që vendosin ta përqafojnë filozofinë tonë. Pse Patoko? Patoko, duket sikur është
Vllai patokut ose burri patës. Është shumë interesante. Atëherë, me Patrikun, që është bashkëthemeluesi fillestar, pastaj regjisi pas një muaji, ne filluam të idealizonim se si do ishte kjo zgjidhje teknologjike e cila demokratizonte përditshmërinë e njerëzve. Dhe menduam që një nga ato gjërat është një është mobiliteti, dy është mënyra se si bëhet transaksionet dhe si stimulohen njerëzit për të adoptuar teknologji më shpejt. Dhe ja vum emrin Toko, që është dhe tokeni që ndodh në shkëmbimet digjitale. Bëm gjithçka, filluam të ndërtonim skicat arkitekturore etj. Do të thënë Patoku nuk ka lidhje fare me Patokun. Po priti, jo ka Patoku ka lidhje me Patokun? Ka më vonë, po ta them nga gjeneza. Dhe vendosi të ishte Toko. Dhe diku në kod dhe në vizualet që kemi është me Toko. Tani si interpretoj unë tani? Po pres me paduritë atë gjë, s'do të ndërpres po. Tani unë po imagjinoj se si është jeta pa tokën. Jeta pa tokën nuk është mirë. Bëhet më e bukur dhe më e thjeshtë. Prandaj mund të interpretohet dhe si play on words, është kjo loja që mund bëhet. Po ne zbuluam një nga realitetet e botës teknologjike shumë shpejt. Pra vendosim që të merrnim tokën si emër, 4 gërma, 2 zanore, perfekte, siç është Nike apo ku diun që janë të tjerat me 4 gërma, brandet e mëdha. Dhe vajtëm vëmë dhe .com dhe zbuluam që .com kishte një faturë $450,000. Pra domeni i Toko.com kushton dhe kaq. Atëherë ne thamë po e mbajmë Tokon sepse mund ta kemi si monedhë apo si mënyrë transaksioni etj. Por të shohim se çfarë na bën që ta vizualizojmë dhe çfarë emri tjetër mund të shkojë për shtat. Zbulova shumë shpejt që këto konvergonin te pata. Kështu që te pata ishte okay. Pse? Sepse është eficiente në udhtim, është komunitare, do ka trajtat që ne i kishim vendosur si vlera të kompanisë në atë fazë fillestare. Dhe për koincidencë, 3 gërmat e para i përkasin dhe ortakut, që i thash, okay, ti mbaj patin apo mbaj okon. Shumë bukur, a? Shumë bukur. Kjo ishte. Pastaj çuditërisht zbuluam që ishte shumë e fortë nga ana semantike, ishte shumë e fortë nga ana numerologjike etj, që janë trajtesa të tjera dhe i bën njerëzit që të bëjnë atë pyetje që sapo bëre ti. Pse Patoko? Që ne mundësi që të komunikojmë dhe përcjellim vlera të tjera, të themi historinë, narrativën tonë. Patoko ngjit, nuk harrohet kur. Po faleminderit. Shumë e bukur kjo, që të bësh jo shumë përpjekje marketingu për të ngulitur në mendje njerëzve një brand. Patoko mbetet në mendje. Shumë bukur. Më pëlqen shumë si gjetje. Do flasim pak për Patokon? Sa të duash. Shiko tani. Unë e kam instaluar këtu për shkak të njohjes me ty nga afër Arbër Patokon dhe do të bëj disa pyetje të cilat dua të ilustroj vizualisht për të gjithë ndjekësit të këtij podcasti. Edhe ata që kanë të shkarkuar dhe ju që doni ta shkarkoni, hapeni Patokon tani se do bëjmë një trial, free trial, një demo trial. Tani së bashku me themeluesin për të kuptuar si funksionon dhe si lehtëson jetën tonë ky aplikacion genial, i cili meriton të gjithë kohën e këtij podcasti sepse do lehtësoj jetën tuaj dhe do ndihmoj të rrici një nga aplikacionet më të bukur që janë krijuar në vendin tonë. Gjëja e parë, kemi aplikacionin e taksisë. Kemi një lloj Uberi këtu apo jo? Po, koncepti është i Uberit fillimisht, pra ta gjesh makinën shumë shpejt pa pasur nevojë që të kesh ndërmjetës. Pra fuqia i kalon si shoferit edhe përdoruesit. Pra ti nuk ke nevojë që të pyesësh ku je, ç'a bën, sa kushton etj, gjithçka është në dorën tënde. Paguaj me kartë krediti këtu, mund të paguaj me kreditet e Tokos, mund të paguaj edhe cash on delivery, në të gjitha mënyrat e mundshme, po. Super. Vendos emrin e rrugës ku ndodhem, ma merr automatikisht, ma identifikon lokacionin ku jam. Po, automatikisht. Dhe jap adresën finale dhe më nxjerr, më kalkulon dhe sa para më kushton apo jo. Po, dhe ke klasa të ndryshme sepse ne mendojmë që njerëzit meritojnë të udhthojnë si të kenë qejf. Pra mobiliteti për ne është shqetësim shumë i madh. E keni bërë të fiksi Uberi shumë bukur. Domethënë një makinë që të ketë mbase karsitin që unë të kem një fëmijë aty, të kem pet, të kem një kafshën tënde që s'do të ndash, po. Në grupe kemi furgonet, vanet, kemi makina luksoze, makina ekonomike, kemi taksi, shumë bukur. Iku. Harrove që mund të thosh falas. Mund të thoj falas me kreditet që kam mbledhur? Po, nëpërmjet Tokos, që ne sapo përmendëm, Tokon vetvete është një nga ato gjërat që na bën të diferencohemi thellësisht në treg. Pra unë fitoj dhe mbledh kredite para, që më përkthehen para, që unë mund t'i shpenzoj, kam një kartë krediti. Po, duke rekomanduar njerëz për shkak, duke rekomanduar aplikacionin tek miqtë e mi. Po, Toko do fiton disa mënyra, por nëse do duash që të fitosh edhe ti dhe miqtë tu, mund t'i referosh ata dhe ti fiton 500 lekë nëpërmjet aktivitetit të tyre dhe ata fitojnë 500 lekë. Pra është double referrals, janë referime, përfitime të dy fishta. Këtë e bëj kur shkoj tek referrals, aty tek e katërta, shkoj këtu. Që i aplikon pastaj nëse i ke në portofolin tënd dhe rruga 0 nëse ke mjaftueshëm pikë. Dhe më kushton taksia deri në aeroport, falas nëse kam pikë të mjaftueshme që më konvertojnë aq para sa më kushton rruga. Super. Shkojmë tek deliver.
Delivery çfarë është? Atëherë në vetveten e patjetër ka kompaninë shumë suksesshme dhe ju keni pasur disa këtu në podcastin tuaj, po është një aspekt. Pra, ku ti vetëm tek ushqimi apo disa nga produktet mund të bësh blerje online dhe pastaj të kesh zgjidhur edhe pjesën e deliveryt. Po ne besojmë që njerëzit nuk kanë nevojë vetëm të kenë taksi apo të bëjnë shpërndarje, ata kanë nevojë të bëjnë disa aktivitete esenciale. Tash një nga aktivitetet esenciale që ne jemi këtu në këtë podcast. Unë mund të kem harruar çelësat e shtëpisë apo më duhet të bëj transport korrieri në këtë moment dhe kam të gjitha mënyrat e mundshme që ta dërgoj në kohë rekord në vendin që duhet një dërgesë, që mund të jetë pa çelësa gjithçka tjetër. Pra merr tek shtëpia ime valizhen dhe ma sjell në zyrë. Ta sjell në zyrë, pasaportën, çfarëdo që duash, me motor ose me makinë. Pra, ka kosto të lirë me motor, brenda një rreze të caktuar, me makinë mund ta çosh edhe në Prag, le të themi, nëse do që paguash. Pra, japim liri të plot përdoruesit. Car rentals, marr me qira makinën që dua. Pikërisht, pra çfarë japim ne mundësi është që kompanitë apo personat që duan të listojnë makina me qira mund të krijojnë faqen e tyre dhe të listojnë makinën e tyre dhe pastaj të marrin rezervime drejt për drejt nga palët e treta, nga përdoruesit. Dëgjoj, do të të vinë një rritje shumë e madhe nga ky podcast në aplikacionin tënd të njerëzve të interesuar që do duan të jenë pjesë, të jam e bindur. Se vend. Edhe pres një mesazh nga ty që të më thuash Alketa ka ndodhur kjo gjë, se kështu më kanë thënë gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë podcast dhe jam shumë e lumtur që e marr këtë feedback. Do masim ne? Nëse njerëzit kur ta shohin këtë podcast, do përdorin kodin Alketa, që është kodi jot i personalizuar, ti do e shohësh vetë se çfarë ndodhi sepse nuk do të kem nevojë të them se sa veta e kanë parë. Ata do regjistrohen, do përfitojnë prej teje 500 toko dhe pastaj kur ta eksplorojmë brenda po do i shohim, do ketë mënyra të tjera për të parë se si prit se kjo meriton kohë të posaçme. Tani, të dashur miq, me kodin Alketa në Patoko, juve fitoni 500 toko për çdo referim. Për çdo referim që ju bëni tek një mik i juaj. Do e fillojnë me ty. Po. Pra fitojnë ata 500 tokë, fiton ti 500 tokë. Ti do kesh shumë tokë dhe u ka përshtypjen që do duhet një kohë shumë e gjatë që tu thosh pa makinën tënde se do kesh falas të pa tokë. Mund të shpërndajmë këto kredite po dua ti dhuroj? Ende se kemi bër, por mund ta bësh prenotimin vet nga llogaria jote dhe personi tjetër mund të thoj falas sepse përdor accountin tënd. Por ashtu do ta përdor, që ta dish Arbe. Po letiki i falas, s'ka problem, e meritojnë. Shumë bukur. Kështu që kodi Alketa miq dhe fitoni 500 tokë për çdo referim që ju bëni një miku tjetër. Ëh? Kështu funksionon. Kështu është, por e bukur është që ata mund ta bëjnë dhe vet tek miqtë e tyre dhe nuk skadojnë asnjëherë e para. E dyta mund t'i përdorin në Shqipëri dhe në tregjet e tjera që ne do i cekim pak më vonë dhe janë pafund. Me kodin Alketa fitoni para falas, okay? Mund të referime pafund. Keni një kartë krediti me para falas. Kodi Alketa ju bën të gjithë me toko plot. Tokot janë monedat virtuale të dashur miq që janë interpretime më mirë, pikët që përkthehen në para që ju mund t'i përdorni si kredite për gjithë transaksionet që mund bëni brenda aplikacionit të Patoko. Vazhdojmë. Kemi Shop. Shop është si një shopping mall, një hapësirë e madhe komerciale ku gjitha bizneset mund të futen, të shesin produktet e tyre. Pra kemi një lloj Amazoni këtu brenda. Po, jemi në fazat e para tona, do të jem i drejt për këtë gjë, por kemi ndërtuar skemën se si bizneset do listohen, si do bëhet pagesa dhe pastaj si do bëhet dërgesa. Pra lidhet edhe me pjesën e deliveryt. Ku kontaktojnë bizneset Arbër kur duan të bëjnë pjesë e Patokos? Kemi një adresë, kemi një vend ku aplikohet? Po, mund të shkojnë në website-in tonë fillimisht. Pra ajo është një nga pikat e para. Mund të shkojnë tek sales at Patoko, bookings at Patoko. Kemi disa persona dedikuar në ekipin tonë që merren me këtë punë. Dhe pastaj mund të kontaktojnë ose të shkojnë tek portal.patoko.com që është platforma vetë, po aty duhet të krijojnë një llogari që mund të fillojnë të tregtojnë më njëherë. Shiko, ky aplikacion është i gjithë për të eksploruar, është një botë shumë interesante që mua më ka pëlqyer shumë, më ka tërhequr shumë. Tani po shkoj tek beauty dhe thash, duke biseduar bashkë më erdhi një ide dhe thash, të gjitha vajzat e studios time të Class Beauty House, unë do t'i vendos profilet e tyre këtu dhe shërbimet që neve bëjmë në mënyrë që ata që nuk vinë dot në Class Beauty House të jenë këtu të regjistruar dhe neve të dërgojmë në shtëpi, në hotele, ku zonjat ndodhen dhe s'kan mundësi sepse mund të jenë nëna, mund të punojnë nga shtëpia, të shkojnë të bëjmë trajtimin dhe shërbimin në shtëpi nëpërmjet aplikacionit tuaj. Tani po ta tregoj ashtu shive Mornica sepse e ke përkufizuar pikërisht se si duhet sillet një biznes ndaj shërbimeve që ka për të shitur në momentin që nuk ka një website në vetë. Pra, ka shumë biznese të cilat vuajnë nëpërmjet kanaleve të ndryshme për të listuar dhe për të takuar me konsumatorët ose klientët e vet. Dhe bukur është, rezervimi është një dhe nuk e di çfarë ka, nëse poltrona është e lirë apo nëse mund të ketë akses tek shërbimin që ofron ti. E dyta, për të parë kalendarin dhe nëse ka mundësi, për të ofruar ulje, forma pagese dhe gjithçka tjetër dhe për të bërë krahasime për të parë se çfarë mendojnë njerëzit për shërbimin që ka ofruar një biznes sektor.
ti e ke cekur në mënyrë më perfekte. Edhe e treta, avantazhi i tretë, komoditetit e privatësia. Unë nuk kam kohë që të vishem, të takoj 20 veta në sallonin X, jam në shtëpinë time me pijame, kam dalë nga dushi, kokën e kam të larë gati, kurse i kam dhe beben e vogël aty, po mbaroj dhe një punë, një email që do ta dërgoj, krifem dhe bëjmë gati për takimin e orës 2. Dhe më vjen në shtëpi shërbimi apo jo. Me një valixhe, një profesioniste, kryen në vend të 2 orëve që do më kushtonte, në 30 minuta shërbimin që unë dua. Çfarë kam kursyer këtu? Kohë. Me inteligjencën më të madhe. Koha kushton më shumë se çdo gjë tjetër apo jo? E di kush më e bukur. Unë blej kohë këtu. Absolutisht. Tani në fillim fare, kur mundohesha ti tregoja taksistët, dhe kjo është gjë më e bukur, që ne taksistët kemi arritur që një shërbim që është problematik në gjithë botën, po edhe në Shqipëri ka qenë problematik, si ti bënim ata të kuptonin që çfarë i bënim ne atyre dhe klientëve nuk ishte taksia, nuk ishte paraja, po ishte biznesi kohës. Pra ne thoshim, ti do të fitosh kohë në sasinë e rrugëve që bën gjatë ditës, që të fitosh më shumë para, por edhe nga ana tjetër mbarosh punë më shpejt të risha për familjes tënde. Banka e kohës. Dhe edhe përdoruesve këtë i themi. Pra ti mund të kesh oferta më të mira ose më të këqija, makina më të mira apo më të këqija, po në finale çfarë do të vlerësosh është koha. Pra dhe ne sot ne që shkojmë në 3 minuta mesatarisht te çdo klient, nuk i flasim njerëzve për tokë, paska se tokët e kemi si prezantuesit fillestar të këtij dimensioni. Ne duam që njerëzit kuptojnë që nëpërmjet patokës ti kursen kohë, dhe po kurseve kohë, pastaj ke më shumë gjëra për të bërë për veten tënde. Kështu që këtë nëse e blen më lirë spektakël, nëse e blen më shtrenjtë, pastaj janë konsiderata të tjera, por koha është esenciale. Do shkoj tek një nga platformat më inovative dhe më frymëzuese të epokës që jetojmë sot, një nga profesionet më të kërkuar dhe një nga profesionet më kreativ që është ai influencerëve. Ju keni krijuar një platformë të jashtëzakonshme që influencerat të lidhen direkt në aplikacion me bizneset apo bizneset anasjelltas me njeriu që do donin ata që t'ju reklamonte produktin dhe shërbimin. Ata bëjnë një listim të çmimeve që kanë për shërbime të ndryshme, kompania shikon nëse është një mini influencer, një medium apo një mega influencer atje, lidhen dhe ju sa kishit mbyllur një kontratë me një nga bankat e reja inovative në Shqipëri me një influencer që ata kishin zgjedhur përmes platformës tuaj apo jo. Juve jeni ura që lidhë në këtë rast. Bizneset çfarë kemi hequr në një farë mënyrë atë nevojën për të folur me agjencinë e marketingut. Pra ne themi një biznesi, ti normalisht shkon te agjencia e marketingut sepse ata kanë eksperiencën e dijen e tjerë të gjejnë kontaktet e tjerë. Ne themi ti e njeh biznesin tënd. Ti e di se çfarë të duhet. Dhe mund ta bësh më lirë dhe më shpejt duke hedhur këtu në treg këtë ofertë. Një lloj siç kërkon për një punonjës, këtë mund ta bësh edhe për llojin e fushatës që do të bësh, patjetër. Kam sintetizuar disa pyetje nga përvoja jote që mund t'i ndash me njerëz që janë në fillesat e tyre. Pyetja 1. Çfarë ndodh nëse ju zhdukeni nesër dhe çfarë humbet klienti praktikisht? Okej. Tani kjo është ajo që quhet faza validimit në rritjen e një startupi ose një kompanie ose një biznesi. Pra nëse mbyllen dritat sot, a do ketë njerëz të cilët do i bien telefonit, a do ketë njerëz që do mërziten. Çfarë ndodh? Te taksia, le ta marrim që është fëmia më i madh brenda këtij kopshti me fëmijë që duam shumë ose familjes madhe që kemi krijuar aty brenda, do ikte një mënyrë e rëndësishme në të pasur shanse barabarta kundër kompanive taksive për shembull. Po atyre do ikte 30, 40, 50, 60 në varësi të performancës tyre brenda aplikacionit të ardhura që ata bëjnë në muaj. Domethënë nga 40 deri në 60% është intervali i të ardhurave që atyre ju vinë nëpërmjet prenotimeve që bëhen në aplikacionin e Patokës. Është shifër shumë e lartë, domethënë juve është bërë po. Wow, garantoni gati 60% të ardhurave mujore të bizneseve. Duhet të jem transparent, nuk është për të gjithë taksistët, por është për ata taksistë cilët e kuptojnë dhe punojnë intensivisht dhe për shembull tani jemi futur në një fazë ku ka taksistë cilët bëjnë dhe ta themi në euro, 1000 euro në javë nëpërmjet Patokës si xhiro. Ka të tjerë që bëjnë dhe më shumë, ka biznese dhe kompani të vogla të cilat janë rritur nëpërmjet Patokës. Kam rastin e një djalë që po fliset sot mëngjes, i cili e nisi me një makinë të marrë me qira, bëri 2 makina, bëri 5, tani ka 20. Në cilën pikë të ciklit të biznesit ndodhet Patok tani? Ne jemi në atëherë në kontekstin shqiptar jemi shumë mirë, jemi shumë lart. Pra kemi lindur, jemi rritur, piqemi, pastaj do ta mbajmë kotën, pastaj fillon ideimi, exit strategy. Validim po etj, po ne jemi në fazën e rritjes dhe midis rritjes dhe ekspansionit. Tani në një treg si Shqipëria ku është vërtet shumë problem, në momentin që ti fillon pjekurinë dhe rënien, exit strategjit këtu janë
shumë të pakta, sepse jo çdo biznes kuotohet në bursë, jo çdo biznes mund të shitet, jo çdo biznes, nëse në tregje të konsoliduara ti për 2-3 vite nëse ke bërë një startup të suksesshëm, të vjen ai investment fundi, ta blen, investon, ta rrit, gjen tregje të reja. Ta nisësh nga Shqipëria nuk është e njëjta gjë se të nisësh një biznes nga Londra në botën e madhe, po marr 2 raste ekstreme. Jo, nuk është. Cilat do të ishin solucionet për bizneset shqiptare? Se duhet bësh një pyetje kur bën një biznes që ka mundësi të zhvillohet. Si do dalun një ditë nga biznesi, nëse u lodha, nëse duhet të ikë ndryshoj jetë, duhet të ikë në Australi, duhet të ikë të futur në industri 3, ose duhet thjesht të bëj biznes, ta shes të biznesin. E kam bërë 1 lekë, më vlen 10, duhet ta shes. Po është do biznes shitet. Ke shumë të drejtë. Që do zgjedh industrinë një gjë para apo jo? Më vjen shumë mirë që ti e trajton kështu çështjen, se shumë njerëz shohin vetëm suksesin. Pra, ciklin në cilin ndodhen kompanitë janë të ndryshme dhe duhet të kesh gjithmonë një exit strategy apo një strategji të çfarë do ndodhi me këtë ecurinë që po bën. Pra, ti nuk mund të rritesh pamberemisht dhe nuk mund të jesh gjithmonë i punësuar gjithkohë, sepse kompania në moment saktuar vjen dhe është publike, nuk përket më ty, përket përdoruesit tat, i përket investitorit tat, i përket ekosistemit ku ndodhesh etj. Ne po japim më në fund një devijim nga llaçi dhe tulla, le ta quajmë kështu, ose bizneset fizike dhe vetëm të tregtisë tek ajo që është ekonomia e re, e cila do të çojmë Shqipërinë përtej asaj që mund të jetë barierë, se ti përmendë pra që arrin një barierë. Pra Shqipëria sa pallate do ndërtoj, sa turizëm mund të ketë dhe çfarë mund ndodhi me Shqipërinë nëse Shqipëria kthehet si Estonia. Pra Estonia, le të marrim Estoninë. Çfarë ka bërë Estonia? Ka zgjidhur një problem shumë herët me veten e vet. Ka thënë, ne do largohemi nga muskujt, do shkim tek mendja. Dhe çfarë ndodh kur ti prodhon një produkt mendjeje, bën që ti ta shes një kompani 20 miliard, 100 miliard etj. Ta vendosësh veten tënde në hartë, të krijosh opsione të ndryshme ku për shembull Estonia ka mijëra startupe që nisin çdo vit, të cilat dështojnë për prodhojnë ide të reja, përmirësime të procedurave të njerëzve që janë të gatshëm për tregun botror dhe ti futesh në tregun botror. Kënaqësia më e madhe juaja është që të rrisni numrin e abonentëve dhe turnoverin e vet patokos, apo që kjo kompani, ky aplikacion të shitet dhe të kuotohet mirë dhe të vijë një investitor i huaj, t'ju përthithje, ta blej dhe ta zhvilloj dhe ta bëj këtë brand më të madh. Do doje ta bëje vet apo do doje ta shiset Italia dikujt që është nga pikpamja logjistike edhe më i ditur se ju? Jo, ëndra çdo themeluesi është që ta shohë në majën e Olimpit më të lartë biznesin e vet. Është një ëndër, kështu që s'mund ta fshehësh dot. Po je pragmatist në pikën që po të ketë një ofertë të mirë ti ta shesësh? Pjesërisht mund të ketë merger ose edhe 100% varet nga oferta, gjithçka duhet para. Në final është biznes. E the pak si piktori që kur shet pikturën ka gjithmonë një trishtim se i ka ikur një copës shpirti. Që unë deri para 2 vjetësh e konsideroja patokën si fëmijën e dytë. Sepse realisht shpenzoja shumë kohë. Jo vetëm unë, po edhe me Patrikun e konsideronin si fëmijën tonë, sepse ishte pika e kontaktit ku ndodhte një lloj dashurie mendore për atë që po ndërtoi, që ishte e pashpjegueshme. Kështu që besoj që çdo founder, sidomos tek një qasje fillestare, kur është pak emocional dhe jo vetëm i ftohtë dhe pragmatist, është i lidhur dhe nuk do që ta lëshoj. Por besoj që ka perandori që kanë rënë para ofertave shumë të mëdha, por nuk kemi në atestat për të konsideruar atë gjë, paçka se kemi jemi në fazën e investimit, e pranojmë investimin, por nuk duam që të bëjmë shitje 100%. Ku humni më shumë para? Në marketing, në operacione, në staff, në inventar apo në gabimet që bëni në biznes? Gabimet që bëhen në biznes. Gjithmonë janë gabimet që bëhen në biznes, sepse fokusi është shumë i vështirë për të kuptuar, sidomos në një biznes i cili ka shumë elemente siç është patoko. A do ta blije ti si investitor sot këtë biznes, patokon? Absolutisht. Absolutisht po. Unë e vizualizoj dhe kam vizualizuar që nga dita parë, momentin që me Patrikun e zgjidhëm se cila do ishte shëmbulltyra që do kishte të paktën në planin e arkitekturës mendore, se operacionale është tjetër, patjetër. Me çfarë po e gënjen veten aktualisht? Po e gënjej që ne do jemi super api i parë i dal nga Ballkani, super api i parë që shkon në Europë, dhe fakti që do kemi mundësi që kur të vinë të mëdhenj të kategorive ndryshme që kemi ne, we will give them a hell of a fight. Fake it until you make it. No, fake it.
make it. Se unë të pyetën ta bëra me çfarë po e gënjen. Nuk e vetë. Kështu që kjo gënjeshtra është thjesht metaforike në këtë rast, sepse ky është projeksioni që çdo njeri bën me mendjen e vet të çmendur për të shkuar në një vend ku jo të gjithë mund të shkojnë, ëh. Duhet ta ushqesh atë vizion. Dhe vizionin vetvete është fake it till you make it, sepse ti nuk e di nëse do realizohet apo jo. Por të paktën e ke atë North Starin që të udhëzon në atë rrugë që ti do të shkosh shumë larg. Dhe nëse arrin të krijosh ekipin, mundësitë dhe mos të çdosh nga vizion fillestar, shanset janë më të larta se sa thjesht ta sfidosh veten. Nëse konkurenca kopjon gjithçka, çfarë i mbetet patokos? Cili është avantazhi konkurrues? Si do ta rishpik të veten? Nëse konkurenca kopjon gjithçka, konkurenca do jetë gjithmonë një hap mbrapa. Kështu që avantazhi diferencues është fakti që ne prodhojmë vlerë. Patjetër ne kemi ideuar nga fillimi edhe ne nga influencat të ndryshme, por kemi zgjidhje të cilat i kemi parë që konkurenca nuk i bën dot. A ke përjetuar ndonjëherë ndonjë dështim të suksesshëm gjatë rrugëtimit tënd dhe çfarë ke mësuar prej tij? Sa të dua shumë dështoj çdo ditë. Dështimi nuk është problem. Dështimi është pjesë e jetës, ajo të bën personin që ti je në momentin që gjen suksesin e asaj që ti kërkon. Pra nëse ti nuk dështon dhe nuk mëson, është e pamundur. Tani un kam qenë basketbollist e përmendën në fillim. Në sport që ose nuk dështon, nuk bën dot sportist sepse duhet të jetosh me dështimin. Dështimi është një nga vlerat më kryesore që ti të krijosh versionin më të mirë të vetes tënde, që të shkosh tek produkti, tek shërbimi, tek njeriu më i mirë që duhet të jesh. Kështu që dështimi s'është problem fare. A mund të krijojmë së bashku një fjalor termash për startupet e reja në Shqipëri? Nga përvoja juaj? Atë përkufizimi që do jepja unë, sepse unë jam futur tani të bëj dhe pak mentorim në një ose dy programe të ndryshme, është fakti se unë shoh përveç dëshirës, shoh një mungesë të theksuar të kuptuarit se sa e vështirë është kjo gjë. Dhe tre këshilla që do jepja unë atyre që të kuptojnë që kjo gjë është e bëshme. E para, mos ish dorë asnjëherë. Mos ndalo së ndëruar iden fillestare po ta pasurosh gjithkohës. Dhe e treta, it's a business, stupid. Pra duhet të jetë biznes. Nëse ti nuk e kthen në biznes iden tënde, pastaj mbetet thjesht një ide e cila shnohet diku, po që mi vendoset me të tjerat që kanë dështuar. Një shprehje nga Konfuci thotë, ata të cilët mendojnë se munden dhe ata të cilët mendojnë se nuk munden, kanë të dy të drejtë. Absolutisht. Ti si thua? Unë them që nëse nuk e merr hapin e parë, do jesh tek njëra nga kategoritë që është ajo që nuk mundet. Ai që merr hapin e parë e di që mundet. Pse? Sepse gjithçka është pjesë, po merr prapë te Konfuci, është gjithmonë që nëse ti nuk merr aksion, ti dështon. Dhe prandaj modeli Silicon Valley i startupeve funksionon. Pra çfarë bëjnë ata? E marrin idenë dhe hedhin në treg, nuk presin që ta bëjnë perfekte. Validimin ta jep tregu. Nëse ti mendon se ti do të ndërtosh grehinën më të mirë, ti do të ndërtosh ekipin më të mirë, produktin më të mirë, shërbimin më të mirë, dhe thjesht ideone e manifeston atë që nuk manifestohet. Tregu është filtri më i mirë i mundshëm, kështu që kjo është ndarja konfuciane e imja. Ke njohur shumë vite më parë një vajzë me dy sy magjik, që quhet Ditiona, dhe që është bashkëshortja jote me të cilën keni sjellë në jetë një djalë të vogël. Sa ndikon Ditiona në vendimarrjet e biznesit? Ajo është pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë, një vajzë mençur dhe shumë e bukur, 360 gradë. Po. I ka akoma syt shumë të bukur, po. Syt besit. Jo vetëm, përgjithmonë, syt besit. Ajo është çashifet. Të qeshën syt ndryshe tani që të pyeta për Ditionën. Po. Patjetër se ndryshon ngjyra zërit, ndryshon ritmi të folurit, ë? Po fut emocioni dhe zemra, dashuria flet ndryshe. Po emocioni është rrezikshëm, po edhe i mrekullueshëm dhe që bën të thyej sfidat më të mëdha të mundshme. Unë detyrohem pafund Ditionës. Çfarë më ka dhënë Ditiona ka qenë djalin fillimisht, Georgin, që është dashuria e jetës për të dyne, krahas asaj që kemi për njëri tjetrin. Po jo vetëm aq, ka qenë dhe është mikja ime më e ngushtë në raport me vendimet e thjeshta dhe të vështira, qoftë në aspektin e punës, qoftë në aspektin e përditshmërisë. Në aspektin e punës pastaj ka marrë një mantel të jashtëzakonshëm, sepse ta themi troç, kjo gjëja që bëjmë ne që merrem me biznes, në fakt është pak çmenduri, sepse ne duam të bëjmë atë që 1 + 1 bëjnë 3, 6 ose 7. Një person që nuk është i botës biznesit nuk e kupton këtë gjë. Dhe fakti që ajo e ka toleruar dhe vazhdon ta toleroj, dhe fatmirësisht para 6 muajve më tha, tani nuk mendoj më që e çmendur. Sepse e pa që materializuar.
Në thonjza. Po se apasionohet edhe partnerja detyrimisht mbas pasionit dhe ëndrrës tënde, sado që mund mos jetë her bread and butter, buka dhe gjalpi i saj çdo ditë, domethënë. Kështu që aq i bezdisur sa jam unë me këtë gjë. Patjetër ka tolerancë shumë lart sepse flas vetëm për këtë gjë në këtë moment. Ka shumë gjëra që ndodhin, kështu që po. Ti ke patur shumë fat mendoj unë se ke gjetur atë që do çdo burr, ke gjetur një zemër për të dashuruar, një tru për të admiruar, edhe një vajzë të bukur patjetër. Sa është shumë e bukur, natyrisht shumë e bukur, si ti pare, si fizionomi është vërtet shumë e veçantë. Është një po shpirtin e ka të jashtëzakonshëm, se pjesën e syve e kam parë që kur isha 18 vjeç edhe më duke e pa arritshme. Pastaj kur kaloi koha, bukuria vazhdon të jetë, po kjo që vazhdon të mbaj pas 10 vjetësh është fakti që është kjo bukuria jashtëzakonshme e shpirtit, e vendosmërisë, e dedikimit që ka ndaj familjes e gjithçka tjetër. Kështu që jam me shumë fat dhe pa Toko nuk do të ekzistonte dot pa Ditionën dhe pa Georgën, po Ditionën si fillim. Pra frymëzimi dhe ekuilibri që njeriu gjen në familje është patjetër absolutisht krahët fluturuese që na duhen për të shkuar në nivelin tjetër, apo jo? Jo, absolutisht. Pa ta bëhet shumë e vështirë dhe ka sfida aq të mëdha kjo gjë, sa nëse nuk e ke një person që realisht ta ofron në mënyrë më sinqertë të mundshme, pa të gënjur, po edhe kur të gënjen në mënyrë që është në funksionin e asaj gjë, ti nuk e bën dot. Jam e bindur që do kemi një episod tjetër, do flasim gjëre gjatë e thellë për jetën private dhe për zhvillimet që do ketë Patoko, që jam e bindur do ketë një rrugtim vetëm për lart. Kështu që të uroj me gjithë zemër shumë sukses. Atëherë Alketa, dy gjëra. E para, faleminderit shumë se ka qenë nga bisedat më fantastike që kam parë. Faleminderit. Për një lloj që më duket me Patokon që më duket sikur s'punoj fare, dhe këtu më duket sikur s'kemi bërë intervistë, qëllon që është mikrofoni, por ne kemi pasur një bisedë intelektuale. Pyetja që kam pasur unë që kur isha shumë i vogël dhe çivja ty gjithkohë, se si arrin të mendosh kaq shpejt. Dhe këtë gjë pastaj ta lidhësh me fjalën, duke e bërë personin që po të shef, të çfarë do lloj moshe, të çfarë do lloj backgroundi, që të t'japi një version shumë të mirë vetes për cilën ai nuk e di që, ose ajo nuk e di që e ka. Këtë si e bën? Ja, është njësoj si unë të pyes një njerëz që ndërton një aplikacione dhe ti them si funksionon algoritmi i trurit tënd që ti bën një gjë që unë nuk e bëj dot. Domethënë, kam përshtypjen që kjo është një dhuratë nga Perëndia, është një projekcion që Zoti ka bërë në një individ caktuar, edhe them ai ka dhënë trurit tim dhe aparatit tim të komunikimit një fije të padukshme se si lidhet mendimi me të folurën dhe se si për më tepër ai përçohet tek publiku në një formë shumë natyrale që mua më buron. Domethënë, në gjuhët që unë posedoj, anglisht, italisht, mund të vendosësh në skenën më të madhe të botës dhe unë flas me të njëjtën vetësiguri sepse nuk është gjuha, nuk është diapazoni fjalorit që un kam i fjalëve që un posedoj, është një forcë dhe energji e brendshme që unë ta komunikoj atë që më vjen. Kam një vajzë shumë të zgjuar, është terapiste, ajo, spiritualiste, dhe më thotë, you're channeling all the time, thotë, ke një kanal që e merr informacionin nga Zoti dhe mënyra se ti e shpërndan është e veçantë. Nuk është se bëj ndonjë gjë të jashtëzakonshme për ta ndryshuar botën, por përpiqem që nëpërmjet kësaj dhëntie të komunikoj gjëra të mira për botën, e ndjej peshën e përgjegjësisë që kam, që jam një komunikatore, dhe që gjërat që duhet përçoj tek njerëzit duhet të jenë gjëra me vlerë, se unë nuk e di se si unë, por edhe se ti sot mund të kemi ndikuar jetën, mënyrën e menduarit, fantazinë dhe imagjinatën e kush e di se sa njerëzve që nga ne mund marrë një nxitje sot për të bërë gjë të bukur nesër. Ata mund të kenë mësuar, mund të kenë mbajtur shënime, ata mund të jenë frymëzuar për një gjë që s'e kishin menduar e kështu me radhë. Kështu që duhet pyeset Artur Xhomari në fakt, është një nga neurokirurgët më të mirë që kanë pasur këtu në këtë podcast, që duhet i them çfarë funksioni neurologjik ka fakt lidhja e trurit me gojën, cila pjesë e trurit i përgjigjet saj, ose do ta googulloj sot vërtet që të jem më e përgatitur që të jap një përgjigje kështu. Është lightning speed, është se unë konsumoj shumë media. Edhe të kemi komentuar dhe me Ditionën, pra si arrin realisht pas gjithë këtyre viteve, pas ngarkesës të jashtëzakonshme që se unë e di sa më desh që të prisja që ti të vjen nga angazhimi tjetër, pas intervistës të tjera, takimeve gjithçka tjetër, të mbash këtë kthjellësi, se nuk është e thjeshtë, ne lodhemi pafund dhe ti vazhdon me të njëjtin ritëm, si Alketa që ka qenë 18 vjeç dhe Alketa që është tani, me një urinë më të madhe, po me tjetën qartësi mendimi. Pra ti mundove ta artikulosh, po edhe kur artikulon prap ngelet një pikë pyetje dhe ti thua, wow. Prap se bëra vesh. Ja mundohem. E di çfarë bëj Arbi, një gjë shumë të rëndësishme që mendoj që do ta bëjnë gjithë njerëzit, që duhet ta ujisin lulen vazhdimisht. Se dhe truri dhe dia. Domethënë gjithçka bëhet e vjetër në botë, vjetërsohet sepse teknologjia po ecën kaq shpejt. Kultura moderne e tjetuarit gjithashtu ndryshon shpejt. Edhe ne jemi
shumë herë pa përgatitur për sfidat sociale që na presin. Po një gjë nuk i kanë asnjëherë nga moda dhe nuk vjetrohet asnjëherë dia. Dhe ajo dia përveç asaj që ne e kemi në folderat tonë, në arkivat tona të njohurisë, duhet gjithashtu të përditësohet edhe të pasurohet vazhdimisht si lulja. Që të gjithkohës të kujdesesh, ta ushqesh ajo të ria shumë e lulëzuar. Ta them dhe një gjë të fundit. Ta thuash shumë gjëra të thuash. Ne u lidhëm tani mëndërisht, është e dukshme. Po gjë që ne nuk e tham, që duhet ta thojmë dhe mbase duhet thënë gjithmonë nga njerëz si puna jon, është që ne duhet falenderojmë njerëzit që mendsinë që ne kemi, vizionin që ne kemi, dedikimin që ne kemi, i bën që ata në orën sa është tani të rinë këtu, që të jenë dhe unë emocionohem se kemi të rinj aty brenda Patokos dhe mund t'i listoj, janë shumë, po mund t'i listoj, të cilët janë çuar, siç jam çuar në 2:30 për të përgjigjur një taksisti, për të folur me një biznes, për të zgjidhur një problem të caktuar, kanë ngelur pa ngrënë e gjithë gjërat e tjera për të treguar dedikimin dhe qasjen e tyre për ta bërë vizionin realitet. Tani faleminderit të gjithëve se jeni të mrekullueshëm dhe nuk është vetëm për Patokën apo për Inspire, është përgjithësi pra bizneset që shihni që janë të suksesshme nga një founder që ka një vizion të caktuar, nuk është vetëm për tyre, është edhe për njerëzit që janë brava, kështu faleminderit gjithëve. Patoko funksionon me 3 turne, apo jo, janë 24 orë njerëzit tonë, ata që punojnë për hapin që të jetë aktiv. Po, nga Ottawa, në Texas dhe në Cairo, dhe pastaj gjithë gjërat që janë ndërmjet. Super. Edhe unë falenderoj stafin tim që ndjekin një lokomotiv që do të ecë si tren ekspres gjithkohës, por që një gjë ama nuk e bën shpejt. Do nga dal. Kaq kisha për sot. Takohemi në episodin tjetër dhe shumë faleminderit dhe shumë sukses Harvard. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu.